Përshëndetje. Kam ardhur në zonën e Roskovecit, në një nga plantacionet e mollë më të mëdha të kësaj zone, që është në pronësi të fermerit Agur Çepele. Këtu pranë kam Agurin. Agur, të përshëndes. Përshëndetje. Atëherë, nga informacionet që kam marrë, ju keni plantacionin më të madh të mollëve në zonën e Roskovecit. Prej sa vitesh e keni bërë këtë plantacion? Unë kam rreth 25 vjet, tani jam bërë i njohur në Roskovec, ata e din që vetëm unë zjarë mollë, që të prodhon. Kam pas dhe të tjerë, po ata i kanë zhdukur. Unë e kisha një qik qef edhe një qik kështu dëshirë për të punuar dhe pak nga pak e bërë kam rreth 20 vjet unë. Në këtë din shkop pyes një aty në Roskovec, unë shesh kam qitur edhe 10 tonë. Sa rënjë mollë ke në plantacionin të? Po janë rreth 200 e ca. 200 e ca rënjë. Shikoni vetë se nërkese kanë ato që si vjetë në gjitha zonët kanë pësuar dëmtim. Po, sa varietete mollësh ke? Kam unë, kam tjeshilën, po kam në të kuqe që piqet për rikë, ja du të shikoni vetë. Përse këtej, nëse kam pas mundësi, kam bjellë 2-3 ara, 2-3 fiqë, 2-3 kumë nevojët e mija. Pra do më nuk e kellën bosh, e ke mbjellë çdo cep të tokës. Nuk rrim dot në të mosh. Kjo sipërfaqe toke sa është që e ke bërë plantacion me mollë dhe me fruta të tjera? Rreth 2500 metra. Pra dhe 2500 metra katror. Çfarë vështirësish ke hasur si fillim? Me këto pesticidet janë të shtrenjta. Dhe unë si vjetë nga marrë 300.000 lekë. Edhe pata që probleme mori, me ato sakrificët e një. E stabilizohë, ja si që shikoni vetë kokra është e pastër. Përpiqemi gjithmonë që... Prej sa vitesh merr prodhim në plantacionin tënd? Kam të paktën 13 vjeç. Që e merr prodhimin? Po, atëherë në fillim kam marrë dhe 10 tonë. Po. Se ishin më të reja, tani po i ri për të ri. Ja. Tani, do më thuash pak në kujtesën tënde, kush ka qenë vitin 1000 që ke marrë prodhim që... Unë marrë çdo vit. Po. Te e dim shkoni pyesni qytetarët e Roskovecit. Marrë çdo vit. Shikojeni si vjet që moti më i vështirë dhe shifeni. Po. Edhe i kam heq gjysmë. Edhe kam pas të ardhur. Aty i kam shitur me vështirësi, po kam klientelën time që vjen marrë në shtëpi. Keni hasur vështirësi për të gjetur tregun e gjeni me njofje? Vetëm me njofje. Apo keni patur dhe ndihmë nga shteti? Vetëm me njofje. Na njofin tani gjithë. Ta them këtë sepse nga kolegët kemi parë që në zonën e Korçës apo në zona tjera po i shkulin mollët, disa i ka marrë, i kanë hedhur edhe nëpër kanale për shkak të superprodhimit dhe të mungesës tregjeve dhe çmimit. Kjo është e drejtë që thoni juve, po unë nuk kam aq sipërfaqe, sa po të kisha rreth 1 hektar, do vija të paktën 2000 kunxal, ose 1500. Po unë me këtë paket që kam, edhe tani jam bërë si puna ati jam bërë zanaçi për këto, si puna ati të ustajt. Edhe i di çfarë përdoret në lule, çfarë përdoret në periudhën e dimrit, krasitje, spërkatje, gjitha, unë i di të gjitha ato tani. Çfarë vështirësish hasni juve në punën tuaj? Vështirësia parë tuaj s'ka ujë, po unë kam zgjidh vetë. Po. Kam zgjidh se kam bërë pusë, po doni atë shikojni, aty bëj edhe perime. Vetëm atë, dhe nuk kam më shumë, nuk kam rënë qaf fare. Megjithëse vjetë nuk kish ujë fare një, si vjetë sigur ka ardhë pak, po unë nuk i kam bezdisur asnjëherë. Shikojmë që keni dhe drurë të tjera frutor përveç mollëve. Çfarë drurësh tjera keni që... Unë kam një 3 pjeshë, këto pjeshë kanë rreth 24 vjetë. Që i mbaj për vetët time, për nevojët e familjes. Për të konsumuar familjarisht. Atje kam bjellë 3 ara, kam bjellë 3 kumla, 2 fiqë lash. Do më thënë që unë i zgjidh problemet e mia vetë. Vështirësi keni hasur në punimin e tokës, në karburant, në tjera kimike, me këto luhatjet e tregut të çmimit? Vetëm që janë çmimet e larta, sepse këto duhen mirë mbajtur, duhen pletë, duhen... Se unë shumë i kam bie me pletë zi, nuk përdor kështu preparate tjera. Vetëm pleun e zi kam përdorur shumë. Po edhe pleu ka vajtë 20-25.000 lekë në kërku. Po,
Keni patur ndonjë nevojë për agronom, për dorën e shtetit, që kur keni patur ndonjë kërkesë, ndonjë gjë, u është dhënë ndihma nga ana e shtetit, nga ana e bashkisë, nga ana e drejtorisë bujqësisë? Absolutisht, po unë më tepër tash e kam zgjidhur vetë këtë punë. Se e kam si mikrob, nuk më detyroj një. E kam si mikrob, ku më ishte plot, po. E kam vjelur tani. Është fund. E kam vjelur. Është fund. Edhe këto i kam për nevojat e mia, 3 shega aty, kam një 2 kumlla i mbolla 10 ato, po nga 20 metri, kam arritur këto piqen në shtator. Piqen vonë. Piqen vonë këto. Përveç frutikulturës që ke këtu, keni sipërfaqe toka të tjera që i mbillni? Kam marrë një 2 e gjysmë kushuri më tanë. Edhe do të shikoni vetë ku shkojmë atje konkretisht, atje ka qenë serra, ka vë një dhelë për Abrama, Berlina, Kure, ja do të shikni vetë konkretisht. E pam neve kur erdhëm këtu që përgjatë rrugës kishte rruga që shtruar nga ana e bashkisë, ishin bërë trotuaret, por shumë shkurre rreth rrugëve, ndërkohë që pjesa juaj këtu ishte e pastër, e pastruar, bile ka patur dhe një rrjet, një ashtu, po përse e hoqët? Hoqja unë më detyroi kryetari e bashkisë. Pse? Me sa duket nuk lejohet pa ferra, duhet të jetë gjatë me ferra. Kryeministri ngre me të madhe. Pastërti, ajo bën të kundërt, çfarë i them unë, është bërë arrogante tani, nuk begen nis as të takoj as të në diskutim kur po fillonim para se ta nisim këtë material, thatë që patët një përplasje të vogël me Bashkinë e Roskovecit, sepse ata nuk shkuan tek pronari i tokës, po erdhën te ju që keni me qera. Këta harrojnë që janë kryetarët e bashkisë, harrojnë që janë shërbëtor. Sa marrin postin, pastaj kujtojnë sikur janë bën arrogante, ku ta di unë, nuk flete, dhe kundërshtarët i quajnë si të them unë, jo kundërshtar politik, po si kundërshtar. Po. E gjithatë ajo e bëri sajnë, unë e hoqa. E zbatova rregullin e ligjin. Atëherë, me që se jemi këtu, mund të na thoni sipas mendimin tuaj, çfarë do të ishte më mirë që të bëj, që shteti të ishte përkrah e fermerit, që ati t'i rriteshin të ardhurat dhe të fitonin më shumë nga punët e tij? Ja su këto klerat, ose këto herbicidet, këto janë që i përdorun më shumë. Po. Do mund të kishte çmim më të ulët, çmim të kontrollueshëm. Si vetë merr për shembull për një pomë atje 3000 lekë një zenep ose një kështu. Pa përballueshëm. Po megjithatë unë kam dalë mirë me mollë. Se më shumë nuk kam shumë, sepse kisha sipërfaqe të madhe, do isha i detyruar se ato duan frigorifer. Mirë, po nuk i shit ato fillojnë kalbë. Edhe unë i kam shit. Më shumë vimi marrë dhe në shtëpi, shoqëria. Po është malli i mirë që i pëlqen. Ja unë kam bërë deri tani 5 vaditë. Po s'pan vaditja do s'kan lënë. Cila do ishte këshilla juaj për fermerët e zonës tuaj që mos të dilnin me humbje apo edhe mos të ndryshonin kultivimin, që një herë të bënin provë me një frut apo me një perim apo me një në pemtari dhe një vit tjetër të kultivonin diçka tjetër? Është mirë, kjo zona jonë ka qenë zonë bujqësore nga bujqësia me këto çmime atë, nuk të vesh me lustrafim, nuk të lep ajo pinga. E kupton? Po unë kam pas vadin e mirë thash që malli tani konkurojnë në treg me këto, po doni shkoni pyesin qytetarët, ku shet këtu çfarë do të thonë. Këshilla juaj për fermerët, çfarë u këshilloje? Të ulin suksesin që ke ti, ta marrin vesh ata që si arrit sukses. Unë kam pas fatin e mirë, se unë ju fqepa kësaj pune këti zanat, i thënë lavit dhe dola mirë, se i prend të tjerë. Se ka pas goxhak, ka pas qa Polonjak, që ata i kanë sjellë fillimisht nga Greqia. Se ata përse i prend, unë i mbajta, edhe ti e pedën për ripëtëri. Po, këto klerat kimike, sidomos janë
70 2000 lekë ureja. Se ja do të tregoj misrin aty. I kam hedhur 3 herë, 3 dua. Ja shikon këtë mollën këtu ditë mi. Unë kam arritur t'i marrë kësaj rreth 14 arë. Me kilogram? Rreth një 220 kg. Dhe me rreth 2 kutale gjysë. Kam pas më shumë, se si vjetë nuk doli as bleta, ke për edhe më prapë kanë. Po ato kanë qenë kështu plot, ja si që i patë më danë, të shikoni. Po i kam qef, më shumë qefi më shty. Kur nisë dita për pryve e punës dhe si vazhdon deri në darkë? Kur ngrihesh dhe kur fle? Tani në këtë moshë, haqë vijun 3 orë para dite, në ora 5 deri në 8, edhe mbas dite pasaj në orën 5 deri në 8 pra. Se i shikon këto ditë, do vish këtu di për shembull, do shikosh për shembull që me gjithse i kam hequr, ato degët janë bërë, unë i kam rëzuar, ja ku i kënë to. Do bësh të tarjen, detyrimisht. Po unë qefi im ka qenë që gjithmonë pemët mos i le lartë, një, dhe e dyta ja shikoj, u jap formën e saqit. Sepse gjithmonë mikrobet, si themi në kur duam tash unë një parazit, se paraziti do të rrinë hije. Mi po i hoqe këto nga brenda, ja, edhe kjo do hiqe. Në qoftë se bie dielli drita, ikën paraziti. Edhe goditjen e sekret profesional. Këto vitin e dytë e kanë, Gjemi. Ky është viti i dytë i prodhimit, ha? Viti i dytë janë. Ky është bio. Bio. Pa ilaç. Ja, as ashtu vetëm le. Po për ilaç do ta përdorësh, mos ta bëjmë si puna ti, se po nuk përdor insekticidin, do mbushen me morr gjithë. Ja do t'rregoj unë atje që kam pas raste morr. Na tregoj një rast. Tregoj. Kurse këtu ku ndaj me vllan, në atë kohë, edhe fëmijët i kishin vejt, i vura me levë nga ky francezi. Rush francez. Francez, pas përkatje. Edhe marrë 5-6 kuintal. Kam 100 të rrenjë. Edhe marrë pas përkatje. Kurse që është arë turke. I pas më ka kënaqur. Viti 3 janë. Ja shikoj, do hapa ty është e njëm. Pardia i vadita, do vadita prapë sot. Do një të kaloni këti të shikoni bacën për shërbesat e mija? Të shkoj. Ata një po futemi në atë bacën e prodhimeve zarzavate perime që i përdor për shpim, përdorim personal. Keni mbyllë sharqi. Për vetë të me bostanit, me farat nuk janë ato tona tani, janë i brite. Sa do që i kam shërbjur, pra po me pjeprin më mitë, më ndryshe dole me pjeprin. I kam vjellë. Mbyllë këta. Janë këto. Shikojnë që këtu do të më ke edhe patërgjanet, janë specat, tomatet. I ke marrë prodhimet? Kanë njëshë prodhimet, jo, e kanë tjenë prodhimet e fushës. Marim këto në dhije i spërkata. Të kopshë, dhije i spërkata se i ka... Duket edhe tarë. I ka rëna e morë, edhe i tara i foqja ato e zovën to. Këto e speckat, për gjithmonë për konsumir familja, ka bëllësh. Për domatja, ja ato 3 aparate, i kanë bërë mbi 6 herë, 7 herë. Ja shifë. Ajo ka një. Shikojmë që edhe pse, do më thënë, ka prodhime bujqore e këtë, jo vetëm e shfryzot, por dhe e sistemuar. Tu ka qenë qepa, që e hoqja qepa. Borziloku? Tu ka mjë që borzilok, sepse që janë insekte, vinë direkte këtu, para se të shkojnë e morë. Këtu shikojmë që ke edhe pusin. Me këtë pusin i kam zgjidhur gjitha problemet, se su kam rënë qaf fare aty. Shto gjë, kam bërë vetë me forcat e mija. Se këtu po s'pate ujë këto mollë, marojnë, shikoj mollë të ja ku i ke këtu. Shifë. Pra vazhdojnë plantacioni i mollëve në qindra rrenjë, në varietetet të ndryshme. Pra këtu po përfundojmë edhe këtë speciale
që ndodhemi në zonën e Roskovecit në plantacion e mollëve të fermierit Agur Çepele, duke ju uruar juve shikim të këndshëm dhe suksese fermierit Agur Çepele.